janë familje të cilat kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë për një shtytje, në veçanti këto periudha që janë të rëndësishme për neve si familje, solidarizimi në gjatë periudhës së Ramazanit, pastaj gjatë festave të tjera, duke i pas parasysh aktivitetet të cilat i kemi, domethënë munden donatorët potencial ose njerëzit munden me dhuru në aspektin financiar, munden me dhuru në forma të ndryshme, domethënë duke filluar prej zyreve të cilat i kemi në secilën qendër që e përmenda më herët, po ashtu munden edhe përmes bankës edhe përmes webfaqes islamicreliefkosova.org. Domethënë aktivitetet të cilat i bëjmë munden me u duk edhe faktikisht janë aktivitetet që kryejnë punë shumë, janë aktivitetet mëdha, po që kryhen me pak parë. Nuk është që kërkojnë shumat mëdha të pagesave, domethënë një pak ushqimor është 50 euro, ndërsa një shujt e iftarit është 5 euro për një fëmijë, ndërsa është 20 euro për një familje me fëmijë e tij. Gjithashtu hapja e puseve është 45 euro, është 1 metër thellësi. Edhe aktivitetet tjera, gjithçka që kanë dëshirë. Po ashtu njerëzit munden me dhuru 1 euro, 2 euro, 5 euro, 10 euro, sa kanë mundësi. Nuk është domosdoshme të jetë shuma e cilën kërkohet. Dhe tani normalisht të gjitha këto aktivitete dhe të gjitha këto të hyra janë transparente. Patjetër. Do ta diskutojmë edhe këtë pjesë sepse gjithë secili ka dëshirë se ku saktësisht po i shkojnë mjetet apo të edhe ndihma çfarëdo. Faqet tona në Facebook, Instagram, po ashtu edhe webfaqja jonë, edhe faqet në të gjitha rrjetet sociale janë të hapura dhe munden me u pa për çdo ditë aktivitetet në kohë reale, duke filluar prej hapjes bunareve, pastaj prej iftareve, pakur ushqimore, çdo aktivitet tjetër për cilët në kohë reale, gjithashtu ne i reportojmë edhe institucioneve të Kosovës, të Republikës Kosovës në baza të rregullta, kemi auditim të brendshëm, kemi auditim të jashtëm, gjithashtu kemi edhe auditim ndërkombëtar prej organizatës që ka qendrën, domethënë selinë kryesore kena në Angli, edhe duke i pas parasysh gjitha këto, secili i interesuar mundet me ardhur dhe me pa aktivitetin, edhe me marr pjesë, edhe me u bë vetë pjesë aktivitetit, edhe përveç asaj mundet edhe me u interesu për secilin cent cilin ai jep, mundet me pa se ku ka shku edhe si është shpenzuar centi ose euroja që ai e ka dhuru. Domthonë gjithçka është e hapur, është transparente, edhe munden me ardhur dhe me ndjekot me pa aktivitetet të cilat veç shihen, edhe aspekti financiar, domethënë është diçka që kontrollohet rreptësisht, secili cent dihet ku shkon, dihet nga vjen edhe ku shkon, edhe raportohet për secilin cent që jepet nga donator, për shkak se transparenca është e shenjtë për neve. Për secilin donator përgatitet një dosje veçantë në fund secilit aktivitet, në fund secilit vit, në veçanti për donatorët e bursave, të cilët janë të na që janë donatorë të rregull që dhurojmë për çdo muaj, për secilin prej tyre do përgatitet një dosje veçantë edhe ju dërgohet raporti veçantë se fëmia në çfarë gjendje ka qenë, çfarë gjendje është, si ka ndikuar dhurimi i tij ose i saj në jetën e fëmijës, edhe normalisht aspekti raportit financiar dhe gjithçka është transparent. Mirë, a të flasim pak në këtë rast se si përzgjedhen apo mos ta quaj përzgjedhje sepse është një fjalë ndoshta jo e duhur, por